Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar në Korçë ka botuar numrin e 3 të revistës periodike shkencore mbi artin mesjetar, një botim që synon të promovojë kërkimin dhe analizën shkencore në fushën e artit mesjetar shqiptar dhe bizantin. Drejtoresha e muzeut, Fioralba Prifti, thekson se revista u ofron studiuesve të artit e ikonografisë një hapësirë të dedikuar për publikimin e punimeve të tyre, ndërsa një pjesë e rëndësishme i kushtohet edhe aktiviteteve që muzeu zhvillon gjatë vitit. Botuam revista shkencore numrin e 3 mbi artin mesjetar, e cila ka përcjell jo vetëm aktivitetet dhe studime të ndryshme nga pedagog, kërkues, akademik të ndryshëm, jo vetëm të qytetit tonë, por edhe nga Shqipëria, madje edhe nga vendet fqinj, siç ishte Semigoklu Athanasius, një profesor i nderuar në Universitetin e Selanikut, i cili dërgoi një artikull mbi diçezografin. Kemi dhe një artikull nga fortlumturia e tij, rësia e tij Johan Pelushi, i cili ka shkruar për Johan Pakzori një tjetër aktivitet, i cilin Muzeu i Artit Mesjetar e kryeu në kuadër të ditës së muzeve. Duke qenë se Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar këtë vit shënoi 45 vjetorin e krijimit, numri i ardhshëm i revistës do i dedikohet këtij përvjetori të rëndësishëm, me synimin që botimi të vazhdojë të jetë një platformë e qëndrueshme shkencore dhe kulturore në vitet në vijim.